Kapitulli 3. Çdo lopë fillon jetën e saj si një viç i butë. Lopa që më pengonte më shumë ishte ideja se vetëm me mbështetësuar të familjes dhe të bashkëshortes sime, do të mund të dilja nga mediokriteti im. Kisha dëshpërimisht nevojë për një fjalë inkurajuese nga familja ime, e cila do të më konfirmonte se ata besonin tek unë. Dhe megjithatë, dukej sikur e vetmja gjë që gjeja gjithmonë ishte mosmiratimi i tyre. Kështu që zgjidhja të mos bëja asgjë, duke i fajsuar ata për pasivitetin tim. Çfarë lope? Sot kam vendosur që të udhëhiqem nga intuita ime, të marr përgjegjësi për veprimet e mia dhe të mbyll veshët ndaj çdo komenti negativ. Çuditërisht, tani që nuk e kërkoj më, kam filluar të marr mbështetjen e këtyre njerëzve. Ana Maria Contreras. Në kapitullin e mëparshëm, thash se qëndrimet tona kufizuese, sado larg realitetit që mund të duken, sado absurde apo irracionale, ato janë krejtësisht reale për atë që i përjeton. Por sa reale janë ato në të vërtetë? Le të marrim si shembull frikën. Frika është një nga qëndrimet kufizuese më të fuqishme që ekzistojnë. Shpesh, ajo që kemi frikë nuk ka baza reale, dhe nuk është tjetër gjë veçse një gënjeshtër që duket si e vërtetë. Megjithatë, frika që na shkaktohet mund të jetë aq e fortë sa të arrijë të na paralizojë dhe të na ndalojë të veprojmë. Për shembull, të folurit në publik është një shembull tipik. Sa reale është kjo frikë për disa njerëz? Ajo është aq reale sa në listën e frikrave apo ankteve më të zakonshme, të folurit para një publiku renditet më lart se vetë frika nga vdekja. Sado absurde që mund të duket, për shumë njerëz që të flasin përpara një grupi, shkakton më shumë ankt dhe më shumë frikë se sa ideja e vdekjes. Nëse mendoni se po egzagjeroj, provoni që të bëni një nga këta njerëz të ngrihet përpara një grupi dhe të thotë vetëm disa fjalë. Dhe më pas, vëzhgoni se çfarë ndodh. Gjendja e tyre mendore dhe fizike ndryshon menjëherë. Ata fillojnë të djersisin. Zemra fillon të rrah shumë më shpejt dhe këmbët u dobësohen deri në atë pikë sa ndjejnë se do të bie të fikët. Kaq e tmerrshme dhe frikësuese është ideja për të folur në publik. Megjithatë, përpiquni që t'ju thoni këtyre njerëzve se frika e tyre është racionale, se asgjë e keqe nuk do të ndodhë, dhe do të zbuloni se sa reale është kjo frikë për atë që e përjeton. Padyshim, frikrat janë një nga llojet e lopëve më të rrezikshme që ekzistojnë. Ato mund të marrin kontrollin mbi ne dhe fjalë për fjalë të na paralizojnë fizikisht dhe mendërisht. Për këtë arsye, është jetike që të veprojmë pavarësisht frikës dhe anktit që ndjejmë. Veprimi është kura e vetme. Një tjetër formë e qëndrimeve kufizuese janë justifikimet. Shpjegime me të cilat përpiqemi që të bindim veten dhe të tjerët se situata nuk është aq e keqe sa duket, edhe pse në thellësinë tonë nuk e dyrojmë dot as edhe për një minutë atë lloj situate. Ashtu sikurse me lopët e tjera, problemi më i madh me justifikimet është se pasi i përdorim shpesh, përfundojmë duke i pranuar si të vërteta. Shumë njerëz shpenzojnë një sasi të madhe kohe duke u justifikuar se pse duhet të vazhdojnë të qëndrojnë në një situatë në të cilën është e qartë se nuk do të donin të ishin. Ata preferojnë të ndërtojnë shpjegime të ndërlikuara për të justifikuar qëndrimin në një punë të keqe, në vend që të bëjnë atë që është më e qartë, të gjejnë një punë tjetër. Dhe në fund, arrin ta bindin veten
se gjendja aktuale është alternativa më e mirë. Kur mendoj për efektet shkatërruese të justifikimeve, më vjen një mend një grua e cila mu afrua gjatë një prezantimi që po mbaja në një librari. Ajo donte që unë ta ndihmoja që të zhvillonte një qëndrim më pozitiv dhe më të mirë ndaj punës së saj. Më trego pak për punën tënde, i thash. E urrej punën time. Ishin fjalët e saj të para. Shefi im është cinik dhe nuk e vlerëson punën time. Më e keqja nga të gjitha është se nuk po bëj atë për të cilën jam përgatitur. Jam përpjekur të jem pozitive, por vetë mendimi për të shkuar çdo mëngjes në atë punë më është kthyer në mangth. Pas kësaj, ajo vazhdoi të më jepte arsye të mjaftueshme se pse mjerisht ajo besonte se nuk kishte zgjidhje tjetër veç se të qëndronte aty. Kur më në fund më pyeti çfarë këshille mund t'i jepja për të përballuar situatën e saj të punës me më shumë pozitivitet, i thash. Jep tërheqjen. Kërko dhe gjej një punë tjetër. Zbulo diçka që vërtet dëshiron ta bësh. Habia në fytyrën e saj tregonte qartë se kjo nuk ishte përgjigje që ajo priste. Në të vërtetë, nuk besoj se këtë opsion ajo mund ta kishte konsideruar ndonjëherë. I shpjegova se qëllimi ynë nuk duhet të jetë kurrë që të mësojmë të durojmë atë që urrejmë, por duhet të zbulojmë atë që duam të bëjmë. Jeta është shumë e shkurtër për ta shpërdoruar duke bërë gjërat që i urrejmë. Ashtu siç shprehet edhe miku im Brian Tracy. Një nga mënyrat më të zakonshme për të shpërdoruar kohën është që të shpërdorosh jetën duke punuar në punën e gabuar. Në disa raste, qëndrimet kufizuese marrin formën e besimeve të rreme për aftësitë tona, për njerëzit e tjerë apo dhe për botën që na rrethon. Besime që nuk na lejojnë që të shfrytëzojmë dhe të përdorim potencialin tonë në maksimum. Isabela, të cilën pata rastin ta njihja në një nga konferencat e mia në qytetin e Miamit, sapo kishte ardhur në Shtetet e Bashkuara. Ishte 60 vjeçe dhe prej disa muajsh po përpiqej të gjente një punë. Ajo kishte krijuar një arsenal të tërë bindjesh për arsyen se pse nuk do ta kishte të lehtë që të kishte sukses në profesionin e saj. Kërkimi im për punë ka qenë një dështim total. Ndoshta kurrë nuk kam qenë mirë duke punuar me njerëz të tjerë. Tashmë jam shumë e moshuar dhe asnjë kompani nuk do të dëshiroj të punësoj një grua 60 vjeçare me theks të fortë si imi. Për disa minuta, Isabela u kujdes të më paraqiste një numër të pafund argumentesh se pse do të ishte pamundur për të që ajo të gjente një punë të mirë. Në fund të bisedës sonë, zbulova se gjatë gjithë kohës ajo kishte aplikuar vetëm në një kompani, në të cilën nuk ishte pranuar. Çfarë mund të bëj, Dr. Cruz? Diçka më tha se kjo nuk ishte hera e parë që Isabela ndante historinë e saj të zhgënjimit. Madje, jam i sigurt se e kishte treguar 100 herë përpara se të vinte tek unë. Prandaj i thash: së pari, dua të ndalosh së treguari këtë histori. Së dyti, le të presim derisa të marrësh 100 refuzime përpara se ta quajmë kërkimin e punës tënde një dështim total. Në rregull? Vetëm pasi të kesh marrë 100 refuzime, do të shqetësohemi për të gjetur një strategji tjetër. 3 muaj më vonë, rastësisht po mbaja një tjetër konferencë në të njëjtin qytet. Dhe Isabela u shfaq përsëri. Ajo eci drejt meje duke hapur rrugën mes njerëzve dhe me një zë plot krenari dhe entuziazëm më tha: 2. Nuk mundesh të marr më shumë se sa 2 refuzime përpara se të gjeja një punë të shkëlqyer. Kam 2 muaj e gjysmë që punoj aty dhe jam shumë e kënaqur.
edhe vërtet duke shumë e lumtur. Isabel ishte një person i ri. Ky është një shembull i asaj që mund të ndodh kur çlirohemi nga pesha e madhe dhe e rëndë e kaq shumë lopëve që mbajnë mbi shpinën tonë. Siç e sheh, lopët shpesh priren të marrin forma dhe maskime që e bëjnë të vështirë t'i njohim si të tilla. E vërteta është se pak njerëzve ju pëlqen të pranojnë se kanë lopë në jetën e tyre. Ata preferojnë t'i pranojnë si barra të pashmangshme që fati u ka vendosur mbi supet e tyre, edhe mbi të cilat kanë pak ose as pak kontroll. Në përgjithësi, çdo ide që të dobëson, që të jep një justifikim, apo që të afron një rrugë shpëtimi për t'i shmangur përgjegjësitë e asaj që duhet të bësh, me shumë gjasa është një lopë. Edhe ashtu, si shumë gënjeshtra të mëdha, ato fillojnë si një gënjeshtër e vogël, e pafajshme, si një gënjeshtër e bardhë. Edhe lopët e mëdha edhe të zhvilluara mirë, të cilat i mbajmë gjatë gjithë jetës sonë, kanë nisur si viça të butë dhe të padëmshëm. Një ditë në jetën e një pesimisti. Pesimizmi është një shembull i shkëlqyer i mënyrës se si fillojnë të marrin formë shumë prej lopëve tona. Pesimistët jetojnë në një botë të zymtë dhe negative, ndërsa optimistët jetojnë në një botë pozitive dhe plot mundësi. Megjithatë, e vërteta është se të dy ndajnë të njëjtën botë. Dallimi midis jetës që ata përjetojnë dhe rezultateve që marrin është thjesht pasojë logjike e mendimeve që dominojnë në mendjen e tyre. Një herë, duke biseduar me një person, veçanërisht negativ, zbulova atë që sipas mendimit tim është fillimi i qëndrimeve pesimiste tek shumë njerëz. Në përgjigje të një komenti që i bëra mbi vizionin e tij paksa të zymt për botën, ai u përgjigj menjëherë me frazën e njohur: "Unë thjesht po t'rregojmë realist." Me siguri, edhe ti ke takuar dikë që shpenzon shumë kohë duke u përpjekur të bindë se qëndrimet e tij negative nuk janë gjë tjetër veç se thjesht pritshmëri realiste. Në fakt, nëse e pyet një person pozitiv nëse është optimist, me shumë gjasa do të thotë po. Megjithatë, nëse pyet një person negativ nëse është pesimist, me shumë gjasa do të përgjigjet diçka si: "Unë nuk jam pesimist, jam thjesht realist." A e kupton se pse ky mendim është një lopë? Nëse e pranon se je pesimist, negativ dhe i hidhur, është e mundur që herët apo vonë do të vendosësh se duhet të ndryshosh dhe të zgjedhësh të kërkosh ndihmë për ta bërë këtë. Por, nëse beson se thjesht po t'rregohesh realist, ka shumë gjasa që të mos ta ndjesh nevojën për të ndryshuar. Në fund të fundit, të jesh realist do të thotë të kesh këmbën të tokë dhe t'i shohësh gjërat ashtu siç janë. Ose, të paktën, kjo është ajo që thon realistët. Por, nëse vëzhgon me kujdes, do të kuptosh se të ashtu quajturit realist priren të jenë pesimist dhe të kenë pritshmëri të ulët. Të qenit një person realist jo vetëm që të pengon të shohësh pesimizmin tënd, por vepron si një lente përmes së cilës ti sheh dhe interpreton botën që të rrethon. Është e thjeshtë. Nëse vë syze të errta, gjithçka do ta shohësh të errët. Nëse vë syze jeshile, gjithçka do të duket me nuancë jeshile. Në të njëjtën mënyrë, pesimistët përqendrohen më shumë tek problemet sesa tek zgjidhjet. Ata priren që të shohin dobësitë e tyre me më shumë qartësi sesa pikat e tyre të forta. Dhe zakonisht kanë pritshmëri shumë më të ulët sesa një person mesatar. Pesimizmi i tyre është lentja përmes së cilës ata vëzhgojnë dhe vlerësojnë botën që i rrethon. Dhe nuk është se kanë lidur të tillë. Pesimizmi i tyre është një sjellje e mësuar. Në përgjithësi, emocionet dhe ndjenjat negative janë lopë
që i adoptojmë gjatë jetës dhe që i programojmë në ndërgjegjen tonë në mënyrë vullnetare. Edhe pasojat janë shkatërruese. Mendimet negative jo vetëm që të mbajnë të lidhur me mediokritetin, por pak nga pak shkatërrojnë jetën tënde. Ato gjenerojnë forca dhe ndjenja të dëmshme brenda teje, dhe shfaqen jo vetëm si gjendje emocionale e dëmshme dhe shkatërruese, por shfaqen edhe në sëmundje dhe vuajtje fizike, si për shembull, ulçera, sëmundjet e zemrës, hipertensioni, problemet tretëse, migrena e të tjera. Mendimet armiqësore dhe zemërimi rrisin tensionin e gjakut, ndërsa pakënaqësia, hidhërimi dhe trishtimi dobësojnë sistemin imunitar të trupit. Lopa e pesimizmit ka pasoja shkatërruese për shëndetin fizik dhe mendor. A e ke përre se njerëzit që ankohen vazhdimisht për gjithçka janë ata që sëmuren më shpesh? Martin Seligman, profesor në Universitetin e Pensilvanisë, pohon se pesimistët vuajnë nga një numër më i madh infeksionesh dhe sëmundjesh kronike, dhe sistemi i tyre imunitar nuk reagon aq mirë sa i një personi optimist. Madje, një studim i kryer nga Universiteti i Harvardit tregoi se personat që në moshën 25 vjeçare kishin një qëndrim pesimist, rreth moshës 40 dhe 50 vjeç kishin përjetuar mesatarisht më shumë sëmundje serioze. Çfarë efektesh pozitive mund të krijojmë duke vrarë lopën e pesimizmit? Në një tjetër studim të realizuar një grup studuesish në Spitalin King's College të Londrës, me 57 gra, të cilat vuanin nga kanceri i gjirit dhe që i ishin nënshtruar mastektomis, u zbulua se 7 nga 10 gra që zotëronin atë që mjekët e quanin shpirt luftarak, jetonin 10 vjet më vonë në një jetë normale, ndërsa 4 nga 5 gratë që sipas mjekëve kishin humbur shpresën dhe ishin dorëzuar përballë më të keqes, kishin ndërruar jetë pak kohë pas marrjes së diagnozës. Siç e sheh, shumë prej këtyre lopëve jo vetëm që ndikojnë në qëndrimin dhe në jetën tonë emocionale, por mund të na rrëmbejnë vetë jetën. Lajmi i mirë është se edhe nëse në të kaluarën kemi lejuar që mjedisi apo njerëzit përreth nesh të na kenë kushtëzuar ne dhe mendjen tonë për të pranuar mediokritetin, në këtë moment secili prej nesh mund ta ndryshojë këtë qëndrim dhe të riprogramojë mendjen e tij për sukses. Burgu i besimeve të rreme. Padyshim, lopët më të shpeshta dhe ato që sjellin rezultate dhe pasoja më të këqija në jetën tonë, janë besimet e rreme mbi atë që mundemi ose nuk mundemi të bëjmë dhe të arrijmë. Janë kufizime që ne vetë i adoptojmë lidhur me aftësitë, talentet dhe kapacitetet tona. Për shembull, nëse në mendjen tënde qëndron bindja se nuk mund të kesh sukses sepse nuk e pate fatin e mirë të shkosh në shkollë, kjo ide me siguri që do të qeverisë jetën tënde, pritshmëritë, vendimet, qëllimet dhe mënyrën tënde të vepruarit. Ky besim i rrem do të shndërrohet në një program mendor që nga thellësia e ndërgjegjes tënde do të drejtojë çdo veprim tëndin. Besimet e tua përcaktojnë pritshmëritë e tua. Pritshmëritë ndikojnë në mënyrën se si vepron, dhe mënyra se si ti vepron përcakton rezultatet që do të marrësh në jetë. Besimet kufizuese gjenerojnë pritshmëri të ulta dhe prodhojnë rezultate të varfra dhe të dobta. Por, si arrin këto ide që të shndërrohen në besime kufizuese? Si arrin këto që të kontrollojnë fatin ton? Vini re se si funksionon ky mekanizëm dhe se sa e thjeshtë është kjo. Personi nxjerr përfundime të gabuara nga premisa të gabuara që i ka pranuar si të vërteta.
dhe ja se si funksionon ky mekanizëm. Premisa e parë. Prindit e mi nuk shkuan kurrë në shkollë. Premisa e dytë. Prindit e mi nuk arritën shumë në jetë. Përfundimi. Duke qenë se as unë nuk shkova në shkollë, sigurisht që as unë nuk do të arrish shumë në jetën time. A i she efektet aq shkatërruese që kanë këto përgjithësime që ne vetë jemi kujdesur të krijojmë përmes dialogut ton të brendshëm? Ne mund të krijojmë një nga rrethanat vicioze më vetë shkatërruese që mund të imagjinohet. Sepse sa më të paaft që ta shohim veten, aq më të paaft dhe më të padobishëm do të na shohin edhe të tjerët. Do të na trajtojnë si të tillë, dhe kjo vetëm sa do të konfirmojmë atë që e dinim paraprakisht, se ishim të padobishëm dhe të paaft. Megjithatë, fakti që prindërit e tu nuk arritën shumë, ndoshta nuk ka as pak lidhje me faktin nëse ata kanë shkuar apo jo në shkollë. Madje, edhe sikur të kishte lidhje, kjo nuk do të thotë se e njëjta gjë do të ndodhe edhe me ty, apo se ti nuk mund ta ndryshosh këtë situatë. José Luis Ferrer, njeri latinoamerikan që jetonte në Australi, gjithmonë e kishte pushtuar frika për të punuar në një profesion tjetër të ndryshëm nga ai për të cilin ishte përgatitur. Edhe pse në vendin e tij të ri kishte pak kërkesë për profesionin e tij, vetëm mendimi për t'u aventuruar në një fushë krejtësisht të re i shkaktonte ankth dhe frikë për të ardhmen që e priste. Për një kohë të gjatë, kjo lop e pengoi të mësonte në një disiplinë jashtë fushës ku ai kishte studiuar. José Luis kishte rënë viktime asaj lope aq të njohur. Këpucari rrite këpucët e veta, e cila përjetëson idenë se secili duhet i përkushtohet vetëm asaj që ka studiuar ose mësuar. Sigurisht që ekzistonin profesione dhe punë të tjera që e tërhiqnin. Por, çfarë do të mendonin prindrit, familja apo miqtë e tij nëse do ta merrnin vesh se ai kishte braktisur profesionin e tij fillestar? Ta bënte këtë, do të thoshte se pranonte se të gjitha ato vite të investuara në studimet universitare kishin qenë një humbje kohe. Çfarë do të mendonin të tjerët nëse ai e merrte vendimin e gabuar? Çfarë do të ndodhte nëse pas këtij ndryshimi do të zbulonte se nuk kishte aftësitë dhe kapacitetet e nevojshme për të pasur sukses në profesionin e ri? Të gjitha këto dyshime e mbanin të burgosur, të paralizuar dhe të paaft për të marrë ndonjë vendim. Vlen të theksohet se kjo është një lopë veçanërisht e rrezikshme në botën e sotme, pasi, sipas disa studimeve, për shkak të globalizimit, teknologjive të reja dhe konkurrencës së lartë, një person mesatar pritet të punojë të paktën në 7 fusha të ndryshme gjatë gjithë jetës së tij profesionale. Fatmirësisht, José Luis vendosi ta pranonte sfidën dhe të fillonte studimet në një fushë krejtësisht të re për të. Sot, ai jo vetëm që ka zbuluar se dashuron profesionin e ri, por e shijon jetën e tij profesionale më shumë se sa kurrë. Ashtu si José, shumë njerëz lejojnë që frika nga e reja ose nga e panjohura t'i pengojnë të veprojnë. Ndonjëherë, frika nga ajo që nuk është plotësisht familjare, pra që nuk është plotësisht e njohur për ne, na privon edhe nga kënaqësitë për të shijuar madje edhe gjërat më të thjeshta të jetës. Shmangim të provojmë ushqime të reja, të eksplorojmë kultura të ndryshme, apo të eksperimentojmë edhe hobi të reja. Megjithatë, të zgjedhësh gjithmonë sigurinë, krijon frikra irracionale dhe kufizon potencialin ton të rritjes, potencialin ton për të zhvilluar. Le të shohim edhe disa shprehje të tjera. Është më mirë të kapesh edhe të mbahesh pas asaj që njeh. Pse ta ndryshosh atë që funksionon? Mos u përpiq të rregullosh atë që nuk është e prishur. Apo shpreha e njohur: më mirë një e keqe e njohur
se sa një e mirë e panjohur. Të gjitha këto ide edhe këto shprehje synojnë që të na pengojnë të dalim nga zona jone e rahatisë. Problemi është se shpesh herë siguria e dukshme që na ofron qëndrimi brenda kësaj zone të njohur dhe komode për ne, na pengon që të bëjmë ndryshime të rëndësishme profesionale ose të largohemi nga marrëdhënie abuzive në çift, në punë, në shoqëri e të tjera, nga frika se mund të përfundojmë në rrethana edhe më të këqija. Cili është mësimi? Duhet të vëmë në dyshim çdo besim që ekziston në mendjen tonë. Mos prano kufizime pa pyetur veten nëse janë vërtet të vlefshme apo jo. Kujto se gjithmonë do të bëhesh ajo që beson se je. Nëse beson se mund të kesh sukses dhe të triumfosh, ka shumë gjasa që të arrish. Nëse beson se nuk do të kesh sukses, tashmë ke humbur. Zgjedhja është vendimi yt. Kur konformizimi merr në zotërim jetën tonë. Siç e kam përmendur më parë, nuk është as pak çudi që për sa kohë mund të racionalizojmë ose justifikojmë një zakon të keq apo një qëndrim të dobët, ka shumë mundësi që të mos bëjmë absolutisht asgjë për ta ndryshuar atë. Arsyeja është shumë e thjeshtë. Për sa kohë beson se kështu janë gjërat dhe nuk ka asgjë që mund të bësh për t'i ndryshuar, ose se diçka është plotësisht jashtë kontrollit tënd, nuk do ta ndjesh nevojën që të marrësh asnjë mas për ta përmirësuar situatën. Fundja, siç thotë edhe shpreha, pse të kërkosh atë që nuk e ke humbur? Njerëzit përdorin një numër të madh justifikimesh për të shpjeguar shëndetin e tyre jo të mirë, marrëdhëniet problematike apo punën e pamjaftueshme që mund të jenë duke bërë në rritjen e fëmijëve të tyre. Shumë prej nesh mjaftohen duke u ankuar për atë që na shqetëson, por nuk bëjnë asgjë për të ndryshuar sjelljen e tyre. Në vend që ta bëjmë këtë, kërkojmë një justifikim të mirë që të shpjegojë se pse nuk mund të veprojmë. Sa të do dëshiroja të kujdesesha më shumë për veten, por thjesht nuk kam kohë. Shpenzimet mjekësore janë aq të larta sa nuk mund t'i përballoj. Unë nuk besoj mjekëve. Për ata që kërkojnë dëshpërimisht një mënyrë për të justifikuar përpara të tjerëve kujdesin e tyre të dobët ndaj shëndetit, cilado prej këtyre arsyeve mjafton. Problemi, natyrisht, është se asnjëra prej tyre nuk do t'i çlirojë nga problemet e tyre fizike dhe as nuk do t'i ndihmojë që të përmirësojnë shëndetin e tyre. E njëjta gjë zakonisht ndodh edhe në fushat e tjera të jetës sonë. Për shembull, analizo arsyetimin që disa prindër përdorin për të justifikuar kohën e pakët që kalojnë me fëmijët e tyre. E di që mund të kaloj më shumë kohë me fëmijët e mi, por kthehem shumë i lodhur nga puna. Në fund të fundit, punoj për të siguruar atyre një jetë më të mirë, dhe kështu i tregoj se i dua. Në pamje të parë, kjo lopë duket reale. Është e mundur që disa nga lexuesit që e mbajnë bisupe këtë lopë mund të mendojnë njësoj. Por, e vërteta është se nuk është tjetër gjë veç se një lopë, sepse të gjithë mund të gjejmë mënyra për të kushtuar më shumë kohë fëmijëve tanë. Nëse kjo është lopa jote, bëhu kreativ dhe gjej mënyra të ndryshme për t'i përfshirë fëmijët në aktivitetet e tua dhe për të ndarë më shumë kohë me ta. Interesohu për hobit e tyre të preferuara. Fol më shumë me ta gjatë vakteve. Çdo mbrëmje, përpara se të flenë, kushto pak kohë për t'i pyetur se si u shkoi dita. Ndihmoj me detyrat dhe me aktivitetet shkollore. Organizo aktivitete argëtuese gjatë fundjavave që të lejojnë të krijosh një marrëdhënie më të afërt dhe më miqësore me ta. Nuk mjafton të plotësosh nevojat e tyre bazë duke i privuar nga dashuria dhe nga prania jote. Një tjetër justifikim që disa prindër përdorin për të arsyetuar këtë situatë është ky. E rëndësishme nuk është sasia e kohës që kaloj me fëmijët,
por cilësia. Çfarë mendon për këtë lop? Tingëllon aq mirë sa pothuajse e zhduk nevojën për të kaluar më shumë kohë me ta. Në fund të fundit, për sa kohë jemi të bindur se po japim kohë cilësore, pavarësisht se çfarë do të thotë kjo, sasia nuk ka ndonjë rëndësi të madhe. A e kupton se sa rrezikshme është kjo lop? Sepse e vërteta është se në marrëdhënie me fëmijët tanë, sasia e kohës që kalojmë me ta është po aq e rëndësishme sa dhe cilësia. Madje, nëse do të më duhet të zgjidhja, do të zgjidhja sasin. Nëse ke ndonjë dyshim lidhur me këtë, përpiqu të përfiturosh situatën e mëposhtme. Imagjino që hyn në një restorant me një mik dhe të dy porosisni një filet të peshku. Miku tënd i sjellë një copë të madhe, të trash dhe të lëngshme, ndërsa ty të sjellë një copë të vogël që nuk është as edhe 1/5 e asaj që i është servitur atij. Kur ankohesh, kamarieri të përgjigjet: "Ah, zotëri, shpjegimi është shumë i thjeshtë. Filetoja juaj është e cilësisë më të mirë." Nuk e di si do të reagoje ti në një situatë të tillë, por unë, padyshim, do t'i bëja të qartë se për mua sasia është po aq e rëndësishme sa cilësia, dhe do të kërkoja një porcion më të madh. Si prind i 3 fëmijëve, kam arritur të kuptoj se në shumicën ndërmuese të rasteve, ata do të pranojnë pa shumë ankesa kohën që ne zgjedhim të kushtojmë. Nëse nuk u dedikojmë mjaftueshëm kohë për të luajtur me ta, ata me siguri do të gjejnë një mik apo një aktivitet tjetër për t'u argëtuar. Nëse nuk jemi të disponueshëm kur ata kanë nevojë për ndihmë e detyrat e shtëpisë, ata thjesht do të bëjnë më të mirën që munden vetë. Dhe nëse mungojmë dhe nuk jemi pranë tyre kur përballen me probleme më serioze apo me situata të vështira, ata thjesht do t'i drejtohen kujdo që është i gatshëm t'i dëgjojë dhe të kushtojë vëmendje. Një gjë është e sigurt. Qëndrimet, vlerësimi dhe karakteri që do të formojnë dhe do të zhvillojnë fëmijët tanë, do të jetë rezultat i cilësisë dhe i sasisë së kohës që ne vendosëm t'i kushtojmë. Zgjedhja është mes të pasurit një ndikim pozitiv në jetën e fëmijëve tanë që do të zgjas përgjithmonë, apo të lejojmë që lopa e justifikimit "nuk kam kohë" të vazhdoj të kontrolloj jetën tonë. Siç mund ta shihni, është më e lehtë që të bëjmë tonat një numër të pafund lopësh, justifikime që nuk bëjnë tjetër gjë veç se na kufizojnë dhe na pengojnë të jetojmë jetën tonë në maksimum. Çfarë është ty një qenie njerëzore që vullnetarisht dhe me vetëdije të mbajë mbi supe një lopë edhe pse e di se ajo e privon nga të jetuarit e një jetë të plotë dhe të lumtur? Duket e palogjikshme të ruash diçka që dëmton drejt për drejt lumturinë tënde. Megjithatë, sado absurde që mund të duket, shumë njerëz kanë marrë vendimin e vetëdijshëm të lejojnë që këto ide të rreme sabotojnë suksesin e tyre. Një armik i quajtur mediokritet. Një herë dëgjova një trajner teknik i cili i drejtoi me zjarr ekipit të tij. Armiku i të jashtëzakonshmes është e mira. Pasi reflektova për një çast mbi këtë ide, arrita të kuptoj dhe të vlerësoj urtësinë e madhe që fshihet në atë fjali të thjeshtë. Për sa kohë që jemi të kënaqur duke qenë të mirë, nuk do të bëhemi kurrë të jashtëzakonshëm. Shkrimtari britanik i dramës dhe letërsisë artistike Somerset Maugham ka thënë: "Gjëja interesante në lojën e jetës është se nëse vendosim të pranojmë vetëm më të mirën nga më e mira, zakonisht do të arrijmë atë. E kundërta është po aq e vërtetë. Ata që vendosin të kënaqen me një jetë mesatare apo me një ekzistencë mediokre, zakonisht do të arrijnë pikërisht këtë. Do të përfundojnë duke patur një jetë të tillë." Shumë njerëz nuk janë të vetëdijshëm për lopët që mbajnë mbi supe. Të tjerët janë,
por vazhdojnë t'i ushqejnë dhe t'i kujdesin, sepse ato u ofrojnë një zonë atje ku mediokriteti bëhet i pranueshëm. Ata kanë një justifikim për çdo stin, për çdo rast dhe për çdo ditë të javës. Fajin për fatin e tyre të dobët e kanë të tjerët, e kanë rrethanat ose vetë fati. Edhe përsa kohë ka dikë për të fajsuar, gjithçka duket në rregull. Pas një lop për të justifikuar mediokritetin ton, do të kishim vetëm dy mundësi. Të pranojmë përgjegjësinë e plotë për rrethanat tona dhe të ndryshojmë, që do të thotë sukses, ose të pranojmë se jemi të paaftë për të marrë kontrollin e jetës sonë dhe të dorëzohemi, baraz me dështim. Kur këto janë dy alternativat e vetme, është më lehtë të zgjedhësh suksesin, sepse dhimbja e lidhur me alternativën e dytë është një barë shumë e rëndë për çdo person. Por, megjithatë, lopët na ofrojnë një alternativë të tretë, edhe më të keqe. Na shndërrojnë në njerëz me qëllime të mira, të cilëve fatkeqësisht nuk ka buzëqeshur fati, baraz mediokritet. Dëshirojmë të shkojmë larg, por nuk kemi mundur. Synojmë të arrijmë objektiva madhore, por për një arsye apo për një tjetër na ka qenë e pamundur. Nuk na paraqiten mundësitë që u shfaqen të tjerëve. Nuk kemi gjenet e duhura. Nuk kemi trashëguar talentin. Ose nuk kemi pasur fat. Dhe, me qenë se jemi viktima të një fati të pamëshirshëm, duhet të kënaqemi me pak. Mediokriteti është më i rrezikshëm se dështimi i plotë. Dështimi, të paktën, të detyron të vlerësosh alternativa të tjera. Kur prek fundin dhe ndodhesh në pikën më të ulët të jetës, e vetmja rrugë është që të ngjitesh lart. Mjerimi i plot dhe dështimi absolut të shtyn të veprosh. Me konformizim ndodh krejt e kundërta. Pasi ai lind mediokritet dhe mediokriteti ushqen konformizmin. Rreziku më i madh i mediokritetit është se ai është i durueshëm. Dhe kështu mund të jetojmë me të. Kohë më parë, dëgjova një histori që ilustron në mënyrë të përsosur këtë ide. Një vizitor shkoi në shtëpinë e një fermeri të moshuar. Përpara derës së shtëpisë së tij qëndronte i shtrirë qeni i tij. Ishte e qartë se kafsha nuk ndihej mirë. Diçka i shqetësonte, sepse lehte dhe rëkonte pa pushim. Pas disa minutash, duke vëzhguar gjendjen e tij të sikletshme, vizitori e pyeti fermerin se çfarë mund ta shqetësonte qenin. Mos u shqetëso dhe mos i kushto shumë vëmendje, u përgjigj fermeri. Ai ka vite që është kështu. Po, a nuk e keni çuar ndonjëherë te veterineri për të parë se çfarë ka? Pyeti vizitori. Oh, jo, e di shumë mirë se çfarë shqetëson. Është një qen shumë dembel. E çfarë lidhje ka kjo me ankesat e tij? Sepse, pikërisht, aty ku është shtrirë, nga dyshemeja del maja e një goshti që e shpon sa herë që ulet. Prandaj leh dhe rënkon. Po pse nuk shvendoset në një vend tjetër? Sepse, me sa duket, e shqetëson mjaftueshëm sa për t'u ankuar, por jo aq sa për t'u ngritur dhe për t'u larguar. Ky është pikërisht problemi me konformizimin dhe mediokritetin që gjithmonë na shqetëson dhe na bezdis, por jo aq sa për të na shtyrë të ndryshojmë. A njeh ndokënd që ndodhet në këtë situatë? Po ti, a ke një gosht apo një gjëm që të pengon të arrish atë që dëshiron me të vërtetë? Nëse po, vendos që sot që të çlirohesh nga të gjitha lopat që po të vjedhin mundësinë për të jetuar një jetë të plotë dhe të lumtur.